Thonë që teknologjia po shkatron njerëzimin. Unë mendoj që teknologjia kur përdoret siç duhet është një nga zhvillimet më të mira të kohës që ne po jetojmë. Ky ka qenë dhe vizioni jon me të cilën ne e filluam shkollën digjitale me idenë që çdo fëmijë duhet të ketë patjetër aftësi teknologjike për krah profesionit në mënyrë që të ketë sukses në të ardhmen. Me çfarë kapitali e ka nisur Hana Qerimi këtë biznes? Gjithçka që ka investuar ishte diku te 1500 euro. Kur dikush të përcakton si milionera, edhe thon Hana Qerimi është milionera ajo, është e pasur. Çfarë do të thotë për ty? Realisht nuk di me përjetu edhe kur më vjen si fjalim duket që po flitet për dikon tjetër, jo për mua. Si ndihmon sot koncepti i asaj që ti e quan edutainment? Fokusi ose vëmendja është kurtu tepër shumë, deri vonë ka qenë 12 sekonda, është ka rënë 8 sekonda, thuhet që realiteti është 3 sekonda. Kemi zhvilluar një lojë ku fëmijët i përfundojnë detyrat e tyre dhe obligimet e tyre përmes zhvillimit të lojës. Çfarë të ka befasuar mes gjithë remendjeve të ndritura që studiojnë kurset e tua? Kemi fëmijë që ka zhvilluar aplikacion për Muzeun Etnologjik të Kosovës. Ti organizon dhe një konferencë shumë interesante që quhet Konferenca e Prindërimit Digital. Mundemi me eduku një fëmijë me aftësi digjitale në mënyrën e duhur, nëse prindi nuk është i edukuar në mënyrën e duhur. Kush është paragjykimi më i madh që të ka ndodhur për shkak të parasë që ti fillove të prodhosh? Ka pas njerëz që na kanë thonë kone kem rapa, cila parti politike, cili biznesmen. Ti je Steve Jobsi, ai është Vosniaku. Po, aty dikon. Më trego pak të lutem për historinë tuaj, si u njohët? Mbetëm pas një para në xhep. Edhe shkum me një parti dhe nuk e harroj asnjëherë, se kemi nis prej asaj edhe sot po tham prap duket gjithçka me drita, apo nuk ka qenë gjithçka e lehtë. Po sa bukur një dashuri që nis nga thjeshtësia, nga e vërteta. Po është dashuri që ka nis me 18 vjet. Nuk e di nëse është e mundur me 32 vjet ose 36 vjet. A e di çfarë keti një gjë shumë të veçantë? Po të lutem. Hana Qerimi nuk e ke idenë se sa e gëzuar jam që mbas një viti më në fund të dyja gjetëm kohën që të takohemi në Inspire. Kam një vit që të telefonoj për të ardhur këtu? Një vit, po. Dhe ti je gjithmonë shumë e zënë. Je gjithmonë shumë e zënë sepse je një nga supermarketet më të suksesshme vajza në Kosovë dhe jo vetëm, dhe unë jam shumë e gëzuar që ne do ndajmë një bisedë shumë frymëzuese me gjitha vajzat që do donin të bënin pak nga ajo që ke bërë ti. Kështu që faleminderit që ke ardhur nga Prishtina, edhe që kalove 2 net të bukura besoj në Tiranë. Si të duk Tirana? Si gjithmonë shumë e bukur, po të falenderoj shumë, sidomos për durimin që një vit që kemi që bashkë bisedojmë, për mua është një kënaqësi shumë e madhe që po vjen dhe nderi veçantë që pata rastin me të njoftë dhe me ardhur sot me ty. Gazetarët e stafit tim editorial të kishin evidentuar edhe ngulnin këmbë dhe më thoshin duhet kesh një përfaqësuese të suksesshme nga biznesi i Kosovës. Hana Qerimi dhe unë pastaj hyra dhe lexova pak historinë tënde, edhe kuptova se si një vajzë e re mundet të bëjë gjëra të jashtëzakonshme pak nga pak me një mendje brillante, me durim, me vizion, sepse ky podcast është për vizionarë. Kur bëhet fjalë për biznesin dhe për sipërmarketin. Ka qenë vizion i qartë, ndoshta jo aq i qartë sa sot e mendoj, nëse kthena në retrospektiv, në 2015 tash bën 10 vite, kam qenë një vajzë shumë e re, edhe nuk e kam ditë saktësisht as çka do të thotë një vizion i një biznesi, saktësisht përveç asaj teorisë që e kisha mësuar në universitet, kështu që e nisem me një vullnet shumë të madh, me një dëshirë shumë të madhe me testu, me eksploru veten, me pa aftësitë tona, me një qëllim shumë të madh për lirinë e vendimarrjes, lirinë e eksperimit vetvetes në hapësirën e biznesit, kështu që çajo ka qenë qëllimi fillestar. Çfarë i thua ti vetes çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje? Për çfarë je ti krenare dhe çfarë do doje ti të bëje më mirë nga gjithçka ke bërë? Gjithçka, unë jam shumë vetkritike, edhe kam pritshmëri jashtë normales nga njerë për vetën time, dhe kjo është ajo që unë kom qef edhe me ndryshu të vetja, se nga njerë jo gjithçka është aq e rëndësishme, ose jo gjithmonë jemi aq rëndësishëm për njerëz tjerë, kështu që rëndësia nuk është aq e madhe. Mirë po, çka jam krenare është puna që e bëj çdo ditë edhe maksimumi që e jap çdo ditë. E kam marrë vesh vonë që maksimumi prej maksimumit ndryshon, ka maksimuma të ndryshëm, kështu që po jam e kënaqur me atë maksimumin tim. Çona si ushtar në mëngjes, momentin që bën alarm unë jam në kamë edhe dal shumë shpejt prej shtëpisë, mundohem gjitha punët me i aranjhu edhe me mënyrë shumë të shpejtë, më pengon nga dalësia te njerëzit dhe më irriton nganjëherë, kështu që kjo është ajo mënyra prej momentit që unë çona në mëngjes. Një vajzë e cila ka bërë revolucion në krijimin e kësaj gjenerate premtuese. Thonë që teknologjia po shkatron njerëzimin. Unë mendoj që teknologjia kur përdoret siç duhet është një nga zhvillimet më të mira të kohës që ne po jetojmë. Ne jemi dëshmitar të një lehtësie dhe një avantazhi që lum kush di ta përdori. Si e mendon Hana që i kushton në fakt gjithë jetën, gjithë kohën kësaj kauze?
Me u lidh me atë parën, mendoj që është ligji i natyrës që çdo e mirë është edhe e ka edhe një të keqe, kështu që teknologjia i ka 100 mira, po në qoftë se nuk përdoret në mënyrën e duhur, vjen edhe me rreziqet e saj edhe me të këqijat e saj. Po një gjë që nuk mundemi me shmangë është që teknologjia është bërë pjesë e pandashme e secilit profesion. Kjo është e tashmja, mirë po e ardhmja është patjetër që thuhet që çdo kompani do të jetë kompani e teknologjisë, ose çdo profesion do të jetë patjetër ndërlidhur me teknologjinë. Ky ka qenë dhe vizioni jon me të cilin ne e filluam shkollën digjitale me idenë që çdo fëmijë ta ketë një të ardhme të sigurt, në qoftë se pa marrë parasysh profesionin që do ta zgjedha, do të bëhet doktor, do të bëhet avokat, muzicient apo edhe piktor, sot duhet të ketë patjetër aftësi teknologjike për krah profesionit në mënyrë që të ketë sukses në të ardhmen. Kjo ka qenë ideja dhe vizioni çka kemi dashur me arrit edhe për cilën e kemi filluar dhe jemi të pas sukses, po mendoj. Me çfarë kapitali e ka nisur Hana Qerimi këtë biznes që sot është kthyer në një burim shumë të mirë të ardhurash? Ka një xhiro të rëndësishme biznesi shkolla digjitale. Në 2015 e nisëm biznesin e shkollës digjitale, unë isha veç 26 vjeçare, pak pa i bën 27 vjet, kështu që nuk kemi pas shumë të kursyme të madhe të paras, gjithçka që ka investuar ishte diku te 1.500 euro, edhe ishte një ndihmë e madhe familjes në aspektin e pagesës së qirasë së parë, ose na i dhanë mobiljet, dikush na dhanë tavolinë, dikush na ofroi mobilje tjera, kështu që u kombinum edhe nisëm me një vend që sot thojmë me një vend shumë të keq edhe të shëmtuar, po që kryti punë shumë mirë për neve. Ishte një zyre diku 30 metra katror, po nuk e kemi ditë asnjëherë që prej asaj zyres 30 metra katror arrim me dalë në 30 shtetet botës. Sa metra katror është shkolla sot, ku ka 2000 nxënës që ndjekën kurset tuaja? Sot është afër 2000 metra katror. Po flas vetëm Prishtinë, pa i përmend lokacione tjera që nëse i përmbledhim krejt bën shumë metra katror. Ju vjeni në gjithë Kosovën në qytetet kryesore? Po. Prezencë me kushtet tuaja? E jona është vetëm në Prishtinë, e kemi pas si model duhun të rritjes, modelin e franshizës, për arsye se nuk mundesh vetëm me kontrollu sidomos biznesin i cili ofron shërbime. Kështu që na thojmë kemi outsource gajlën ose merakun, kështu që dikush tjetër bëhet pronari i biznesit, ne ofrojmë licencën edhe gjithë kurrikulën, metodologjinë, sistemet digjitale të cilat vijnë si pjesë e pakos shkollës digjitale. Si funksionon për ata që duan të dinë më shumë për modelin e franchising? Domethënë kur ti krijon një ide fantastike, krijon kurrikulum, programin, ke një patent në dorë dhe ai jep atë, ja transferon dikujt tjetër që ka dëshirë që të jetë vazhdimi i zinxhirit suksesit. Ku është fitimi? Fitimi financiar për ata që nuk e dinë. Për neve është shumë e rëndësishme me gjetë partnerin e duhur. Partneri i duhur është një partner me cilin krijon një relacion sidomos të bazuar në besim prej fillimit. Shikojmë kryesisht persona të cilët kanë njohuri paraprake në teknologji, se duhet tjetë dikush që e nje mirë dhe e din rëndësinë e kësaj pune, pastaj gjithçka është shumë e lehtë për arsye se ne i ofrojmë të gjitha. Ne e kemi titulluar me një emër plug and play. Është diçka që e fut në rrymë dhe fillon me një herë. Për te këtyre që i përmenda ofrojmë edhe trajnimin e trajnuesve që ata i marrin punë, edhe një përkraje të vazhdueshme 24 orë për gjithçka që ata kanë nevojë. Për te asaj unë e vë theksen e veçantë te pjesa e departamentit inovacionit që e kemi ndërtuar në shkollë digjitale, e cila e rifreskon në mënyrë të vazhdueshme plan programin, e që është vlera më e madhe se teknologjia çdo mëngjes që na po zgjohemi me drejme treja, me risi treja, kështu që diçka që e kemi përdorur dia është outdated. Paguhet një flat fee në qoftë se do të hap një shkollë dhe pastaj paguhet edhe një royalty fee në çdo të hyrë. Në fillim është një license fee, një pagesë për licencë ku mirret gjithçka që ne ofrojmë, pastaj prej momentit të operimit të shkollës digjitale paguhet royalty fee. Dhe si mund të ndjeki Hana nga Prishtina 30 shtete të ndryshme. Dhe nuk e di se sa në numër janë këto shkolla si motra. Magjia e teknologjisë patjetër. Kemi kaluar numrin 50 të lokacioneve fizike, për arsye se prej pandemisë tutje kemi zhvilluar edhe mundësinë e ofrimit të mësimit përmes sistemit online, kështu që kemi edhe shumë nxënësa të cilët ndjekin shkollën online, po përtej asaj jemi fizikisht, kemi sisteme për monitorimin e cilësisë, secili nxënës i cili futet në shkollën digjitale, gjithë punën e ka në sistem që është i zhvilluar prej neve, kështu që aty bëhet edhe vlerësimi i cilësisë projekteve, vlerësimi i instruktorëve, edhe ne kemi qasje në secilin sistem që implementohet në secilin lokacion. Kështu që kemi një network shareholders
ku janë të gjithë aksionerë të një ideje që e ke ndërtuar pikërisht ti dhe partneri yt Darsi, për cilin do flasim pak më tej. Ai është më i fokusuar në pjesën e programimit dhe kodimit, ti më shumë në pjesën menaxheriale administrative? Ajo është pjesa e nerd, pjesa e genialitetit në aspektin e teknologjisë. Backgroundi i tij është në shkenca kompjuterike, përderisa unë jam me ekonomi dhe menaxhim biznesi, kështu që ti je Steve Jobsi, ai është Wozniaku, ë? Se kështu bëhen gjithmonë këto komplementare të raporte. Kështu bëhen gjithmonë. Si me mendua ashtu, po aty dikon. Si ndihmon sot koncepti i asaj që ti e quan edutainment? Më pëlqeu ky se koncepti ishte për mua një nocion i ri. Kishe këtë nocion, kishe dhe tjetër gamification. Është mësimi, gamification është mësimi bazuar në lojë, përderisa edutainment është edukim dhe arktim. Është një nocion shumë i ri globalisht. Ka ardhur si pasojë edukimit i cili është me një farë mënyrë decentralizu përmes inteligjencës artificiale dhe fuqisë që teknologjia i ka dhënë edukimit. Çka po du me thonë me këto është që dhe podcasti që sot po realizon ti është një farë edukimi i masës përmes një metode argëtuese që është podcasti dhe është diçka argëtuese për me ndëgjuar dhe me mësu diçka të re. Si e kemi implementuar në shkollën digjitale është diçka ndryshe. Gamifikimi është krijimi i lojës, mësimit përmes lojës. Çka kemi bëj, kemi zhvilluar një lojë ku fëmijët i përfundojnë detyrat e tyre dhe obligimet e tyre përmes zhvillimit të lojës, sfidat të cilat ai kanë. Na nuk i thojmë detyrat shtëpisë ose nuk i thojmë diçka obligative, po ata duhet me i përmbush këto sfida, me te i kalu këto sfida që janë detyra realisht, zgjidhja e problemeve, algoritme të ndryshme, krijimi sistemeve të ndryshme, po ata e kanë përmes lojës. Si është loja, kanë me luftu ose kanë me konkuru me njëri tjetrin edhe me arrit me liru një planet caktuar, tash mos ti hyj asaj pjesës teknologjike të lojës, mirë po gjithçka është e bazuar në aspektin e mënyrës së të menduarit që ata po luajnë, po njëkohësisht janë të mësu. Kjo është gamification. Edukim dhe arktim. Edukimi duhet me qenë arktim për fëmijët, sidomos në ditën e sotme. Duhet me ndryshu koncepti i edukimit tradicional për arsye se prej fillimit kur ka filluar edhe shkolla si diçka obligative për njerëzimin, ka fillu prej shekullit 18-19, nuk ka ndryshu prej atëherë ato 4 shtyllat kryesore që ka qenë memorizimi i fakteve, përsëritja e tyre, ndëshkimi dhe disiplina. Kështu që as pak nuk përshtaten me gjeneratën digjitale që sot i ka kërkesat komplet tjera. Ata knacin më të madhe kanë të loja, të pajisje digjitale, kështu që duhet me ndërlidh lojën edhe arktimin e tyre me mësimin që ata e bojnë sot në përshkolla. Fantastike në fakt, më mirë saturisht të shpërdorosh kohën duke luajtur në TikTok apo duke naviguar dhe bërë scroll në profilet e Instagramit apo Facebookut të tjerëve, ndërkohë që luan ti mëson dhe je gjithmonë një ditë më i ditur sa dje. Si funksionon me fëmijët? Sa herë në javë që ti je eficient programi juaj ata duhet marrin pjesë në shkollën digjitale? Kjo ndodh zakonisht mbasi ata përfundojnë studimet në shkollat publike apo private ku marrin edukimin e përgjithshëm. Do më thuash pak për fashën e moshës, edhe sa herë në javë, cila është frekuenca dhe sa zgjat programi minimal dhe deri në sa kalon në nivel eksperti një fëmijë që sidomos ka të dhëna që të bëhet një talent premtues. Shkolla digjitale është kurs, nuk është shkollë formale, kështu që është opcionale, edhe është mundësi për gjithë nxënësit që të përfundojnë shkollën e tyre formale. Edhe vinteni, mundësia është 2 herë në javë nga 1 orë gjys ose 3 herë në javë nga 1 orë mësimi. Edhe ka orare të ndryshme gjatë gjithë javës, varësisht prej përshtatjes kërkesave të tyre. Paguaj vetëm 40 euro në muaj. Po, kjo është çmimi që e kanë në Kosovë, mirë po prap ndryshon sipas shteteve ku funksionojmë. Tjetër çka është me rëndësi themi është që moshat me cilat na merremi janë mosha 8 deri në 18 vjet, për arsye se fokusi në këto mosha ka qenë se nuk ka pas mundësi të tjera të mësojnë programimin edhe këto aftësi të cilat ne i ofrojmë nëpër shkolla të tjera të ngjashme. Përderisa universitete ose shkolla profesionale pastaj ka opsione sa dush, po edhe kemi menduar si nevojë që duhet filloj sa më herët të mësohet sa më herët që është e mundshme. Kursi fillohet që nga mosha 8 vjeçare, nëse është një 8 vjeçar fëmijë, atëherë ka plan program deri në moshën 18 vjeçare, se shkon shumë ngadalë, shumë gradualisht, ka detyra të përshtatshme për moshën e tyre. Mirë, por nëse fillon me 16 vjet, atëherë plan programi është 2 vjeçar, se është shumë më intensiv, është shumë më profesional. Si ndihmon shkolla juaj digjitale që nxënësit të zhvillojnë ato që ti i quan soft skills, aftësitë e buta? Po.
që janë shumë të rëndësishme. Ku konsiston kurrikula për zhvillimin e këtyre aftësive që janë shumë të rëndësishme për post specialitetit që ti ke kur je i talentuar apo i prerë për një drejtim vetëm? Aftësitë e buta mendoj që janë aftësitë më të nevojshme për një person sot në kohën që po e jetojmë. Arsyeja është edhe zavendësimi i profesioneve për inteligjencës artificiale, që po i zavendëson gjitha profesionet që janë aritmetike ose logjike ose të bazuar në numra ose në algoritme. Edhe ajo është pjesa e programimit, kështu që duhet patjetër përgjatë mësimit të programimit aftësive të cilat ne i ofrojmë, me i mësua edhe këto soft skills për funksionim të suksesshëm. Si i mësojnë përmes punës praktike. Në qoftë se janë të mësuar me zhvillu një aplikacion website ose aplikacion mobil, ata kanë me simulu një projekt real. Edhe projekti real fillon prej definimit vizionit, kontaktimit klientit, marrjes kërkesave, prezantimit të projektit. Kështu që krejt këto janë ato soft skills mënyrës së komunikimit, vnojmë shumë fokusin të pjesa e komunikimit për arsye se është dikun të 90%, 98% duket arsyeja pse projektet dështojnë janë të mungesa ose fuqia e komunikimit. Edhe puna në skuadër dhe mënyra si ne ja komunikojmë të tjerëve, apo jo, qoftë ky klienti, qoftë ky partneri apo qoftë ky punojësi, në të gjitha dimensionet. Patjetër. Kështu që kanë punë ekipore, kanë punë individuale, simulohet një farë realiteti i punës, i zyrës, kështu që jo domosdoshmërisht dikush që ka më pak vjet është inferior ndaj teje, mundet me qenë me inteligjencë shumë më të madhe ose shefi i të tjerëve të cilët janë me moshë më të madhe, kështu që ka grupime të ndryshme dhe eksperiencë të ndryshme. Çfarë të ka befasuar mes gjithë këtyre mendjeve të ndritura që studiojnë kurset e tua? Ke ndonjë projekt që do doje ta quaj të përveçëm që të ka bërë përshtypje në një fëmijë që ka qenë vërtet i talentuar edhe shkolla e ka ndihmuar që ta eksaltojë dhe më shumë këtë venën e talentit në teknologji? Ka fëmijë të cilët i kanë digitalizuar testet e tyre në shkolla publike. Për shembull, testin ku nëse deri sot testi i kimisë është marrë me letra, ta shkohen në laboratorin e teknologjisë dhe plotësohen format të cilat i shkojnë profesorit dhe ai ka rezultatet me një klik. Edhe është sistemi i cili është kriju prej një nxënësit i cili është 12 vjeçar, që për neve është një sukses edhe është matje e rezultatit ton si shkollë. Patjetër edhe suksesi i fëmijës dhe i prindit dhe i familjes. Ka shumë raste, ka fëmijë të cilët kanë digitalizu ose kanë realisht kanë fitu të holla prej sistemeve për digitalizimin e automekanikëve ose saloneve të ndulimit, ose kanë kriju aplikacione për prindët e tyre si ti menaxhojnë financat, ose kemi fëmijë që ka zhvillu aplikacion për muzeun etnologjik të Kosovës, ose për pikat historike turistike të Kosovës, aplikacion që s'ka ekzistu përpara. Sot një turist mundet me hy me shkarku aplikacionin edhe me GPS location, me shku te lokacionet historike edhe me i marrë gjitha informatat. I ndihmoni prindrit, i jepni një lloj guide që ata pastaj këto ide ti shesin edhe ti patentojnë fëmijët se mund t'i shesin, mund të fitojnë të ardhurat që kur janë shumë vegjël apo jo? Kur vjen puna te zhvillimi i softvereve nuk ka nevojë patentim, sepse automatikisht njihet prej ligjit që është diçka e mbrojtur në momentin që është e shkruar, mirë po është diçka e realizuar komplet me idetë e fëmijëve, me vizionin e fëmijëve, me aftësitë e tyre në mënyrë komplet pambarun. Ne çka mundem me bërë vetëm me u krenu edhe me reklamu si rezultat, mirë po është sukses shumë i madh dhe krenaria jonë më e madhe. Po s'është fantastik, një fëmijë nga Prishtina 10 vjeç të krijojë një aplikacion për muzeun e Louvrit, familja me vizion të shkojë t'ia prezantojë Louvrit dhe ti thotë që ju do të bëni një revolucion për 1-2-3 gjëra, për shembull. Duan rol shumë të madh familja. Unë i shoh prind caktum të cilët e vren prej fëmijët i cili po ka sukses momentin që është edhe prindin e shet që diçka është aty në ndërlidhje shumë e madhe. Po tregu është jetur nga ana tjetër për element të spikatur apo jo në tregun e punës. Besoj që vin tek ju për ata që janë në fund të shkollës, që janë pothuajse në moshën për të dalë në tregun e punës, për të rekrutuar, për të kultivuar, që ti kem pjesë të kompanive të tyre. Nuk e di, besoj që bën një punë të mirë ana kompania jote për të qenë një ulëse me tregun e punës me kompanitë që janë. Ky është ndikimi jonë më i madh në ekosistemin e teknologjisë në Kosovë. Është kënaqësi shumë e madhe kur tash edhe kolegët kompanive të ndryshme na tregojnë që secili që e marrin në intervistë ka në CV-n e tij ose të saj shkollën digjitale të përfunduar ose në proces të përfundimit. Kështu që është një brum komplet tjetër i talentëve i cili po vjen treg, për arsye se kanë filluar prej moshës 8-9 vjeçare, që është diçka që bëhet me shumë dëshirë, se nuk mundesh me shtini 10 vjeçar me mësu me zor, sidomos jo në ditën e sotme. Kështu që ai
8 vjeçar, kur bëhet 16, 17, 18 vjeçar është një super talent për cilin gjithë bota ka nevojë, jo veç Kosova. Cilat janë profesionet kryesore që marrin fëmijët që studiojnë në kurset e shkollës digjitale? Profesioni kryesor është zhvillues softverek ose programues. Kështu që ata janë të gatshëm më njëherë të fillojnë punën në momentin që e përfundojnë shkollën digjitale ose edhe gjatë studimeve. Një 18 vjeçar është i gatshëm për punësim. Dhe intervali pagave? Intervali pagave është, mendoj që janë pagat më të larta në treg. Nuk janë nën 1.000 euro dhe shkojnë deri në 5.000 euro. Super, 6.000, po. Starlabi nga ana tjetër është një tjetër kompani shumë e rëndësishme që nga pikpamja e fuqisë financiare qarkullon edhe më shumë të ardhura, por ti thua gjithmonë që baby business dhe krenaria ime do vetë gjithmonë shkolla digjitale, po kemi Starlabin nga ana tjetër i cili furnizohet me këtë kontingjent njerëzish të spikatur si programues dhe ju jepni shërbimet tuaja për shumë kompani ndërkombëtare, emra të cilëve për shkak të kontratave të konfidencialitetit nuk i themi dot, por e di që virtualisht, domethënë online, ata marrin shërbimet për mirëmbajtjen dhe krijimin e softwareve nga Starlabi, kompania tjetër si motor që ti dhe bashkëshortë jut keni krijuar. Po. Dhe që funksionon për të gjithë botën. Starlabs është kompania e dytë të cilën e kemi nis gati 2 vite pas shkollës digjitale, është diçka shumë interesant edhe me u tregu nisja e saj se fillimisht vizioni ka qenë ta krijojmë një Starlabs. Mirë po në pamundësi edhe të lëvizjes, Kosova ka qenë e izoluar, nuk kemi pas mundësinë as të lëvizjes për shkak mungesës të vizave, ka qenë e pamundur edhe me andru, me bo klienta jashtë kufive të Kosovës dhe me ofru shërbime për tregje internacionale. Ky globalizimi digital ka bërë mrekullinë një kuptimi që s'kemi më nevojë për viza dhe për kufi fizik, sepse tani gjithçka është online dhe realisht kemi pas nevojë për viza, se ka pas nevojë për takime, ka pas nevojë për pjesën e negociatave, për nivelin e lartë menaxherial, po kjo si ka hiç të drejtën atyre që mund të punojnë, ndërkohë. Pak, ajo është, nuk ka nevojë për i them gjitha kufit fizik global. Mirë, po si lindi Starlabs si fillim, edhe si emër madje dua të di, laboratori i juve. Ajo është shumë e çuditshme. Pas një viti që filloi shkolla digjitale, unë aplikova me një konkurs të ambasadës amerikane, e cila u hap për gratë ndërmarrëse që dëshirojnë me marrë pjesë në një program mentorimit në SBA, edhe me u mentoru prej grave CEO. Kështu që unë aplikova në atë konkurs dhe fitova, isha shumë me fat, me thonë, edhe pse fatin e konceptoj në shumë mënyra të ndryshme, po e kalova atë intervistë dhe shkova në Amerikë, edhe shkova me idenë jo të mentorimit, po me idenë që nuk po du me u kthy prej Amerikës pa bo një biznes si Starlabs, edhe pa e gjetë një klient me cilin na muj me fillu me ofru shërbime për atë klient, edhe realisht ndodhi. Shkova në Amerikë edhe me atë mentorën time në LA, me cilin pa ata rastin edhe përveç se me u mentoru, me u bo një shoqe shumë e mirë, shumë shpejt, e patëm një kimi shumë të mirë, ajo vendosi me outsource, një prej departamenteve të saj në Prishtinë, ma besoj punën edhe ashtu edhe e fillum, unë prej Amerikës e thira darse në telefon, thash, na duhet me regjistru një biznes të ri, me një emër tjetër, jo shkolla digjitale, se është vizion edhe mision komplet i ndryshëm. Edhe darse i tha që shmjalon emrin, thash, leja qysh dush, mu veç po mbyll një emër edhe një kontrat që ta shkrujmë me këtë klient. Edhe darse si një pasionant i madh i filmave science fiction, në atë kohë ishte e pa serialin The Flash. Në serialin The Flash është një laborator i cili krijon heronj, edhe titullohet Starlabs. Kështu që ai veç e la emrin Starlabs, edhe prej asaj dite filloi me Starlabs. Ti nuk e ke ide sa shumë qef kam unë dhe sa dëshirë kam të tregoj dhe të dëgjoj histori interesante si këto. E gjithë jeta është një histori dhe secili e shkruar në mënyrë shumë autentike, shumë origjinale, edhe kjo është historia e jetës tënde, the story of your life, edhe është kaq bukur se si ti ja kështu iluminohesh, ndizet edhe drita dhe unë pastaj jam kështu e gjithaj sugjestionuar kur dëgjoj se si hap pas hapi ndërtohen këto histori të bukura suksesi që i shërbejnë atij që i bën, po dhe atyre që janë pjesë e sistemit. Unë kam edhe një diçka që i thon problem, por ndoshta nuk është problem, është fiksimi. Nëse kam një ide edhe vizion edhe i besoj shumë atëre fiksona, obsesionona dhe duhet me patjetër me ndodh me një mënyrë ose me një tjetër, kështu që ky quhet obsesion, jo, ky quhet talent dhe intuit. Disa se të gjithë mund të duan, në fiksohen të bëjnë një gjë po se bëjnë dot se nuk kanë talent dhe nuk kanë dhe intuitën e duhur. Këmbgulja patjetër. Po këmbgulja është proces, ndërsa ti je talentuar dhe vizionare. Faleminderit. Edhe bravo për gjithçka që ke arritur Hana. Jam shumë e lumtur që të kam sot këtu edhe jam shumë e gëzuar që shumë vajza dhe djem të rinj që nuk të kanë njohur dhe nuk e dinë që ti ekziston dhe ke bërë gjithë gjëra të bukura, po
po marrin ide nga ty sot. Edhe shumë fëmijë të tjerë do të shtyhen nga prindit e tyre që të marrin pjesë në shkollën digjitale, edhe më pas të bëhen edhe pjesë e Starlabit për të sjellë ndryshime të mira në këtë botë. Unë dua të pyes, ti je ndërgjegjshme se kush është në fakt sekreti yt kryesor për te intuitës e talentit? Ke një gjë që nuk e kanë të gjithë njerëzit. Do ta them unë, po nuk e din. Po të lutem. Po ja do të dëgjoj ty një herë që s'do ishe para pasqyrës, edhe do flisje me Hanën. A e di çfarë ke ti një gjë shumë të veçantë? Po unë mendoj që është një dhuratë shumë e madhe për njerëzit që e kanë. Po se di unë sa herë mendoj këtë gjë, se nuk është që e mendoj shpesh, po mendoj që këmbgulja edhe mos dorëzimi për ideve të mia është ajo që i ka shty shumë procese gjatë shumë vështirësive të mëdha të cilat ne i kemi pas. Jo, ti ke një gjë që nuk i bën më pak të talentuar dhe të jashtëzakonshëm njerëzit që nuk e kanë, por ata që e kanë duhet ta dinë dhe duhet jenë koshient që kur e kanë të mbështetur në dije, në përvoja të mira dhe kanë dhe këtë që unë them intuitë dhe talent, është vërtet një dhuratë e jashtëzakonshme. Ti ke energji. Energjia jote është shumë evidente. Domethënë ke një energji që komunikon, që depërton, që i bën gjërat që të materializohen, të mbrihen, edhe ruaje këtë energji sepse kur thon protect your peace, protect your energy, nuk është një klishe. Duhet ta mbrosh sepse janë disa ekuilibra kaq të imët në jetë emocional dhe të brisht që kur preken këtë energji e dëmtojnë, që paqen e dëmtojnë, kështu që duhet ekuilibri dhe harmonia gjithmonë që kjo energji mos prekes, është energji shumë e bukur. Mua më vjen, më mbrin. Faleminderit shumë. Kështu që me këtë energji ti çon botën para, çon idet përpara, çon kompanitë përpara, kështu që super. Faleminderit. Çfarë bën juve për të balancuar atë që quhet varësi ndaj teknologjisë? Teknologjia është kthyer në mënyrë jetese dhe është edhe një mënyrë për të vrarë kohën. E përdorim në mënyrë të dobishme në shkollë? Po ndërkohë na shkthyer në mënyrë jetese edhe kur shkojmë në shtëpi, edhe na lë shumë pak hapësira për të jetuar atë jetën offline që është një jetë kaq e bukur, të cilën gjeneratat e reja sot sidomos e kanë humbur. Është e dëmshme, edhe kjo pjesa më e errët e teknologjisë kur flasim për rreziqet ose sfidat, sidomos kur i shef fëmijët të cilët janë të mbarur prej teknologjisë. Kjo është diçka që nuk më pëlqen as pak ose nuk ja dua asnjë fëmijë. Mendoj që vetëm në atë mënyrë një i ri ose e reja arrin me njoh veten, me u ballafaqu me sfida, me realitetin edhe me arrit me kriju ëndra për të ardhmen. Pjesa e varësisë është një problem deri medicinal, diçka që po e vrej edhe teoritë e fundit po tregojnë që fokusi ose vëmendja është kurtu tepër shumë, deri vonë ka qenë 12 sekonda, është karon 8 sekonda, thuhet që realiteti është 3 sekonda. Kështu që është e tmerrshme, një fëmijë sot luks është ose quhet një luks vëmendja ose fokusi i cili është pak më i gjatë. Askush nuk ta kushton vëmendjen e duhur me ndëgju për ato që për një me ti ki diçka me tregu ose me thonë. Kështu që mendoj që duhet ruhet me patjetër se të balancohet me këtë pjesën tjetër. Çfarë bën juve në programet tuaja të edukimit? Programi jonë i edukimit nuk është shumë në aspektin e balancimit, për arsye se fëmia i cili vjen te na është i lidhur me kompjuterin, edhe gjatë gjithë kohës ka me qenë i lidhur me teknologjinë. Mirë po që ka thojmë na është që kohën e shpenzuar me kod te shtëpia mos e le me shpenzu kod, mirë po kthehen kohë produktive, tu i marr mësimet cilat i marrin te na edhe ajo pjesë duhet me u shfrytzu, mirë po jo me u kalu me scrolling ose me humbje kohë në për platformat ndryshme digjitale. Unë jam njëri që jetën time në media kam kushtuar për shumë vite rekrutimit të talentit në formatet që bëj. Më pëlqejnë shumë talent show sepse mendoj që duke vendosur në dispozicion të talentit një sistem të tërë, edhe kur ai nuk është i ndërgjegjshëm për atë që posedon, si armë të dhuruar nga Zoti nga natyra, është dikush tjetër që është disa hapa përpara ti me më shumë mundësi dhe instrumenta se sa i shkojmë deri tek fshati më i thellë i Shqipërisë apo i Kosovës dhe mundohemi ta gjejmë dhe ta sjellim në vëmendje të gjithëve. Juve keni një sistem për rekrutimin e talentit që ta vendosni pastaj në vitrinë kur ai s'ka për shumë mundësi financiare. Çfarë bën juve që t'i jepni një shans? Po kemi zhvilluar disa herë bursa, programet bursave për fëmijët e talentuar. Patjetër do të pajtona me ato që joni fëmijë me gjendje financiare shumë të mirë, do të jetë talent shumë i mirë ose do të ketë sukses shumë të mirë, sidomos rezulton e kundërtan shumë herë. Edhe e vrejmë këtë qasje në për qytetet që janë më pak të zhvilluar, ka talent shumë më shumë se në për qytetet më të zhvilluar. Kështu që kemi bo program bursave, ofrojmë program bursave, gjithashtu ka kompeticione të ndryshme ku më i miri i cili kalon programet atëre fiton papagesë 1 vit, 2 vite dhe gjithë shkollimin falas, në vazhdimsi promovojmë këtë qasje. Kemi ndihmuar disa herë edhe fshatin SOS të fëmijëve të braktisur duke u dhuruar edhe kompjuter për shfrytëzim, po edhe qasje për mësim papagesë për gjithë komplet ciklin mësimor. Sa vite bën në biznes, Hana?
në 10 orë bëhen 10 vite. Historia jote e suksesit është pak kështu si balon fluturuese që dal nga dal, por ka qenë vetëm në ngjitje, është rritur. Edhe mbas 10 vitesh eksperiencë do doja shumë që sipërmarrësve të ri ti jepje tre këshilla, 3 leksione mësime që ti ke nxjerr nga përvoja jote si sipërmarrëse. 3 gabime që ata nuk duhet të bëjnë. Si t'ja ndezim atë Chelsea-n e dëshirës për t'ju futur një sipërmarrje, edhe kur kanë vetëm 1000 apo 1500 euro siç nisi ti. Se të gjithë ankohen edhe thon po ku ti gjejmë parat? Po ka banka, po ka pa kapital fillestar, po mund të marrësh një borxh tek prindrit, tek familja dhe ta kthesh. Mund të gjesh dhe një business angel, një investitor që beson tek ideja jote. Ideja është shumë e rëndësishme dhe këmbgulja, që të marrësh guximin. Kështu kur po e thuni baloni i cili është në ngjitje duket gjithë shajni edhe gjithë vizëllim edhe bukuri, mirë, po nuk ka qenë rrugë drejtë edhe pa grupa edhe pa ups and downs. Gabimi numër 1 është me mendu që nuk ka gabime. Gjithë rrugtimi i biznesit është trial and error. Provo edhe gabo edhe mëso edhe ngritu prap vazhdo. E mira jonë është që nuk kemi ndalë asnjëherë me rënat nivelin e viktimizimit ose me u marrë shumë me pjesën e ankesës ose me mendimin se çka po shkon keq. E kemi te kalu me një lehtësi pak ma të shpejt. Ka pas shumë gabime, ka pas gabime fillimisht. Kemi gabu me gjetjen e lokacionit, kemi mendu që kemi qenë të vogël, nuk e kemi pas atë vizionin e hapun ku kemi me arrit pak ma vonë, kështu që kemi përfundu të i ndërtu 13 objekte për 10 vite. Të i renovu, paramendoj koston, kohën, mundin, për krah zhvillimit të biznesit me u marrë dhe me pjesën ndërtimore. Gabimi numër 1, gabime tjera ka pas në negocim. Në fillim, sidomos ndihesh shumë inferior se të mungon vetbesimi, mendon që nuk den sa duhet, nuk je vetvetja, del prej vetës, bosh dikush që si, kështu që mendoj që t'isha kthy në kohë e kisha stresu vetën pak ma pak, ndoshta, ose kisha qenë pak ma pak vetë kritike, edhe mos me tentu me qenë perfeksionist, perfeksioni nuk ekziston dhe ndonjëherë t'len mrapa dhe të prit me i bo gjanat si duhet i shtyn shumë ose te i kalon kohën që duhet me realizu. Ka shumë këshilla, muj me fol pa fund. Nocioni paras për një business lady si ty, si do ta përkufizoje? Njerëzit në Shqipëri edhe në Kosovë ndoshta ka një kështu etiketim për atë që prodhon, money maker, money oriented, po në fakt the name of the game është to make money. Ky është kapitalizmi. Ti si e përkufizon? Unë jam business person. Edhe nuk ka business person i cili nuk e ka synim paran, për arsye se paraja është suksesi i lojës. Është një lojë luajtur mirë. Edhe është qëllimi i çdo biznesi për krah indikimit të mirë që duhet me pasë në shoqni. Kështu që nëse nuk jetu bo parate, nuk jetu e bo biznesin që duhet, si jetu e lujt lojën që duhet. Kush është paragjykimi më i madh që të ka ndodhur për shkak të paras që ti fillove të prodhosh? Çfarë është etiketim që të ka shqetësuar ty për shembull si grua? Para se me bo edhe para se me arrit suksesin, qysh prej fillimit ka pas paragjykime, ka pas njerëz që na kanë thonë kone kem rapa, cila parti politike, cili biznesmen, cili familjar, po të ndihmon, kështu që ka qenë një ballafaqim që nuk e kom prit, se kom menduar që gjithçka bëhet me sinqeritet edhe ti mundesh me dalë dhe me u krenu me rezultatet që po i ki, po se kom prit që ballafaqohesh me paragjykime të tilla. Vazhdojnë të janë ato paragjykime, po paraja si nocion prap është një rezultat i lojës të cilën e luajm, nuk është që e kom ndryshu lifestyle ose karakterin ose tipin e njerit që jam. Ne nuk kemi përjardhë nga gjysh miliarder apo milioner, i kemi bërë parat vet, ne si brez. Edhe s'kemi old money për të trashëguar, me sa ditë nga historia jote. Jona është para e re, pare e re. Ti çfarë do t'i thoje vajzës tënde si brezi i dytë që trashëgon këtë para, se e ke dëgjuar atë shprehjen që thon një brez mirë e një brez keq? Sa ata që e kanë krijuar nga mundi, e kanë krijuar me djers me gjak, ata ja din vlerën dhe më mirë. Brezi i dytë që e gjen pak këtë 13 ndërtesat që thua ti të bëra, të prishura, të rindërtuara, të rimeremetuara, e gjen gati ata, nuk lodhen, nuk e din se çfarë rrugë është përshkruar për të arritur në këtë ndërtesë 2000 metra katror sot. Çfarë do t'i mësoje vajzës tënde? Si brezi i dytë që e trashëgon mirëqenien që ti dhe bashorti keni krijuar. Po unë mendoj që vajza ose secili i ri mëson prej shembullit. Kështu që nëse unë e bëj një jetë të caktume dhe vajza ka me mësuat mënyrë të jetesës caktume. Kështu që mendoj që shembulli më i mirë jemi unë edhe Darsej me formën, me komunikimin që e kemi me të, edhe mendoj që nuk duhet jetë paraja fokusi kryesor ose synimi kryesor, duhet jetë puna, rezultati e pastaj ajo vjen si shpërblim në fund të një pune, një lojë të luajtur mirë.
Ti në rrethin e biznes bërseve të Kosovës je një grua dhe një emër shumë i njohur, ke fituar disa çmime të rëndësishme, gruaja e re sipërmarrëse e Ballkanit Perëndimor dhe Woman in ICT. Këto njohje që të bëhen për të shpërblyer gjithë këtë mundë, gjithë këtë rrugtim që ke bërë, sa të motivojnë dhe çfarë domethënie kanë për ty sot? Cili është vokacioni i Hanës sot? Janë shumë motivim, sa janë përgjithësi, sa janë janë vlerësim, janë mirënjohje. Unë kom hyrë në krejt të gara për me pa vetën se ku qëndroj në raport edhe me tjertë. Edhe nuk është puna ime e cila është vlerësu, është puna e një stafi tash prej 250 punëtorëve që i kam rapa meje. Kështu që unë kam konkuru në këto gara jo si një han, po si një emër i cili përfaqëson diçka shumë më të madhe prapa saj dhe nuk është vetëm puna ime. Nëse nuk i kisha marrë, nuk do të thonë që kisha qenë demotivume. Mbi cilat kriteret janë dhënë këto çmime, Hana? Ka pas për politikat e punësimit që ke pasur, kryesisht për inovacion, për ndikim në jetën e të rinjve, në edukimin e të rinjve, pastaj ka qenë edhe qarkullimi financiar, ka pas kriteret të ndryshme. Si u ndjeve, Hana, kur në një fjalim historik të presidentes Vjosa Osmani në Parlamentin Evropian, emri yt u përmend si një nga 5 emrat e sipërmarrësve dhe njerëzve që kanë bërë ndryshim të rëndësishëm në biznesin e Kosovës, në leadershipin e gruas në shoqëri, edhe patjetër në inovacionin që ke sjell. Faleminderit që e përmende këtë pjesë, ka qenë një prej momenteve ma krenare dhe ma emocionuese për gjatë gjithë karrierës time. Fillimisht ftesa e zonjës Osmani për me qenë pjesë e delegacionit në Parlamentin Evropian në Strasburg ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme për mua. Prej momentit takimit me ta deri te fluturimi bashkë me delegacione, me protokole, deri te fjalimi historik të cilin e kam bajt, ka qenë diçka shumë inspiruese edhe me shumë mësime për gjatë rrugës. Unë jam tip që observoj shumë secilin moment dhe tentoj me përjetu edhe me mësu prej secilit moment. Fjalimi historik i ka përfshi ose është ndërtu mbi bazën e 5 personave me sukses në Kosovë. Ka fillu prej përmendjes së zonjës Farie Hoti, një zonjë shumë e nderuar e cila e ka kthy një histori shumë tresht e cila ka ndodhur në Krush, në një prej fshatrave të Kosovës, ku janë vra gati të gjithë burrat e atij fshati, djem, burra, pleq, edhe i gjithë fshati ka mbetë vetëm me gra. Është bërë një film për Faria Hotin. Po, zonja Farie çka ka bëu me gjithë vullnetin e saj, edhe me mundësitë e saj e ka rindërtu vetën edhe ka kriju një biznes, imagjinoje pa shkollim në këtë drejtim, kur themi shkollim ekonomik ose diçka tillë. Me 2 produkte ka bërë sukses në të gjithë botën, 2 produkte eksporton. Ajo eksporton, me sa e di unë, produktin kryesor ka salcën e specave ajvarin, i cili është shumë i famshëm sidomos në Kosovë dhe çdo grua e Kosovës, çdo shtëpi din me përgatit ajvarin. Kështu që ajo ka qenë edhe aftësia e zonjës Farie, bashkë me qindra gratë të tjera në fshat. Edhe i ka frut gjitha gratë e fshatit edhe i ka punësu, edhe ajvarin cilën kanë prodhu kanë arrit sot me eksportun shumë tregje të Evropës. Kështu që historia e saj, sidomos si pjesë e fjalimit të zonjës Osmani, ka fillu me pjesën e rindërtimit prej një diçkaje shumë të dhëmshme që ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës. Pastaj ka vazhdu me një zonjë tjetër shumë nderuar që është Blerta Basholli, një regjisore e mirënjohur e Kosovës, ta shoqja imja qysh prej atij udhëtimi, edhe Blerta ka arrit me e filmin i cili është i bazuar në historinë e zonjës Farie në gjithë botën edhe me fitu çmime kryesore në shumë festivale prestigjioze në botë. Pastaj ka vazhdu me historinë prap të dhëmshme të zonjës Vasfie Godman, e cila ka thy tabun e diskutimit mbi përdhunimin e grave gjatë luftës së Kosovës, tu e tregu historinë e saj personale. Edhe pjesa e historisë time ka qenë pjesa e ardhmërisë, e shpresës, një rinie me shumë potencial që Kosova e ka dhe një arritjes të eksportimit shërbimeve nga një vend shumë i izoluar, pa viza në tregjet ndërkombëtare, sidomos në ofrimin e shërbimeve në edukim. Faleminderit shumë që e ndave hapësirën tënde digjitale, një hapësirë që të kushtohet ekskluzivisht ty me 3 emra të rëndësishëm të tjerë dhe janë të 3 vajza që dua në fakt të intervistoj njëra pas tjetrës, këtu për të sjell pak Kosovë të talentuar edhe vizionare në këtë podcast. Ka qenë një ndër shumë i madh për mua realisht dhe dua që ti kesh edhe ta kenë hapësirën tënde digjitale për me u njoft nga secili i ri edhe e ri shqiptare. Ti organizon dhe një konferencë shumë interesante që quhet Konferenca e Prindërimit Digital.
Do më flasësh pak më shumë rreth kësaj sipërmarrje, se dhe kjo më duk shumë interesante. Është interesant se prindërimi digital ka si një ide e një edukimi, një përmbyllje e ciklit të edukimit një fëmis. Pse prindërimi digital? Nuk mundemi me eduku një fëmijë me aftësi digjitale në mënyrën e duhur nëse prindi nuk është i edukuar në mënyrën e duhur. Nuk mjafton shkolla edhe fëmia pa u përmbyll ai trekanshi ose cikli shkollë prind fëmijë dhe shteti mbi të gjitha, i cili sot nuk është që është të bo shumë këtë drejtim. Kështu që na kemi menduar, masi po miremi me fëmijë, duhet patjetër edhe me prindin. Kur flasim për bullizmin kibernetik, për sigurinë kibernetike, për përdorimin e tepruar ose jo duhur të rrjeteve sociale ose për lojrat ose lojën e teprume digjitale, atëherë kemi menduar t'ju ofrojmë prindve një platformë ose një mundësi të edukimit se si t'i kontrollojnë fëmijët e tyre, me çka ballafaqohen fëmijët e tyre. Kështu që kemi ndërtuar këtë konferencë mbi këto 4 shtylla, ku janë organizu 4 panele, secili panel me një psikolog, me një ekspert fushës, edhe një histori të një fëmis për atë temë të cilën e përmenda. Është pasi diçka shumë e mirë, e kemi bo komplet me vullnetin e lirë për komunitetin, ka qenë konferenca hapur për gjithë, pa pagesë, edhe është ftu secili prind që ka dashur me ardhë dhe me mësu. Kemi dhënë edhe këshilla si me i instalu aplikacione, si me i përdor, si me kontrollu kohën e fëmijëve online, me çka mu ballafaqohet etj. Tentojmë ta bëjmë prapë, edhe duhet të jetë diçka që duhet të organizohet çdo vit. Si një qytetare angazhuar, edhe si një biznes bërse që sot ka një zë, ka dhe disa mjete dhe disa instrumente, është dhe shumë mirë ndërlidhur me njerëz të fushave të ndryshme. Cili është ndryshimi më kryesor që do dohet ndodhte në vendin tonë në Kosovë? Edukimi. Unë mendoj që lufta më e humbur që e kemi pas gjatë luftës është pjesa e edukimit. Prej asaj periudhe mendoj që kemi shku shumë vite mbrapa në edukim e nuk kemi shku vite përpara në edukim. Unë e kam pas rastin e babait tim që ka qenë profesor universitar, edhe e di kriterin me cilën është përfunduar një universitet ose një shkollë mesme ose një shkollë fillore. Sot ai kriter nuk ekziston, ose është devalvu në mënyrë shumë të madhe ose të dëmshme. Kështu që diçka që mendoj që duhet urgjent të ndryshojë, se të reformohet, është nevojë globale, mirë po sidomos te ne në Kosovë është nevojë imediate. Ti je modeli i një vajze që del çdo ditë nga shtëpia, sportive, e thjesht, edhe shkon me një dëshirë shumë të madhe në tavolinën e punës për të drejtuar një skuadër dhe për të çuar idet përpara. Ke dhe një vajzë të vogël 3 vjeçë, të cilën e ke bërë pjesë të punës tënde, sepse jeni një rol leadershipi që mund t'ia lejosh vetes. Çfarë do t'i thojë ti vajzave të cilat në orën 5 janë të detyruara për shkak të kushteve të jetës, nuk kanë një sistem suporti të mirë për të qenë të ndihmuara, i presin 100 punë të tjera në shtëpi që duhet i bëjnë vetë, sepse s'mund t'ia lejojnë vetes me pagën që marrin që të kenë një ndihmë. Janë impenjimet e familjes, partneri, fëmia ose fëmijët kur ka më shumë fëmijë. Si të bëjnë këto vajza që të rriten dhe të zhvillohen? Kur ora 5 ato i ndan, ju ndan jetën në 2 pjesë, jeta para punës dhe pas punës në shtëpi. Kjo është sfidë, kjo është pyetja $1 milion, edhe është sfidë shumë e madhe dhe realisht e ndjej një farë lloj keqardhje edhe për këto gra që i kanë 2 fëmijë, 3 fëmijë të shtëpia dhe duhet të punojnë deri në orën 5 dhe nuk kanë sistem suportit rreth tyre. Rasti im është pak më ndryshe, se unë u bëra nan kur mbusha 32 vjet. Edhe isha e realizuar me një farë mënyrë, edhe biznesi ishte në rrugtimin e duhur, edhe e ndërtuam një ekip menaxherial ku deleguam shumë, edhe pjesa kryesore se kontributi jon më i madh ka qenë në aspektin e vendimarrjes ose vendimeve strategjike, më tepër me thon. Ti je një vajzë që e ke planifikuar edhe shtazanin apo ka ardhur kur e ka sill Zoti? Ti gjithçka e planifikon. Patjetër që gjithçka e planifikoj. Është një libër shumë i mirë i nanës të Elon Musk që thotë A Woman Has a Plan. Edhe duhet patjetër një grua ta ketë një plan që ketë sukses në jetë. Se në fakt ndodh që 25 deri 35 vajzat biologjikisht duan të riprodhojnë jetën dhe pikërisht në këto 10 vite që duhet jetë zhvillimi më i mirë profesional i tyre, ndodh dhe zhvillimi personal, i jetës, i krijimit një familje dhe i mbarvajtjes së rritjes fëmijëve. Mos duhet atëherë sipas modelit tënd ti planifikosh pak më me kujdes gjërat, mos nxitohesh, mos i djegësh këto etapa, Të fillosh ti mendosh gjërat mbas 30-tave kur ke një pjekuri të mirë, emocionale, intelektuale, edhe profesionale dhe financiare, ke edhe një pagë të cilën ke arritur ta çosh në një nivel të mirë dhe mund të lejosh vetes se të kesh dikë që të ndihmon nëpërmjet kësaj pagë. Patjetër,
A din qysh, deri vonë kom mendu që secili njeri duhet mi pas ambicjet e mia ose ambicjet e tua, që në hala ndoshta ma ndaja se të mjet. Mirë po jo secili njeri mendon edhe logjikon në mënyrën e njëjtë, kështu që ndoshta nuk guxoj me i paragjyku ato të cilat nuk kanë ambicie për me arrit më shumë ose nuk dojnë. Thjesht vonë kom kuptuar që ka njerëz që nuk dojnë. Edhe le të kenë sukses me ato që e bojnë, po e rëndësishme për mua është me dhon maksimumin në ato që ti je të e bëse që e ke ndërmarr. Unë u bona nën me 32 vjetë dhe erdhi vajza në kohë kur gjithçka ishte më stabile, biznesi funksionante në mënyrën e duhur, edhe ndërtuam një staf menaxherial të cilët morën përsipër shumë punë të cilët ne i delegum. Kështu që erdhi vajza me një plan shumë caktuar dhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme me kalu secilin moment me vajzën. Mirë po askush nuk e din atë pjesën të cilën na e kemi sakrifiku para ardhjes së vajzës. Punë pa orar 24 orë, për neve nuk ka përfundu orarin ora 5 ose nuk kemi ushqy si duhet ose pasojat e stresit që i kemi pas ose ankthi i madh ose ataket e panikut ose këto sfida nuk i din askush. 18 vite dashuri me bashortin tënd, më trego pak të lutem për historinë tuaj, si u njohët dhe se si është punosh 18 vite kaq ngushtë me njeriu që dashuron dhe që ke zgjedhur si shok jete. Unë thash kur u takum nuk di ndryshe. Prej momentit që jemi taku, shumë pak kohë ka që kemi kalu pa punu bashk. Në momentin që Darsej fillimisht është punësu me një kompani të teknologjisë, pastaj pas 2 ose 3 muajve jam punësu edhe unë, kështu që prej asaj kohë punojmë bashk, jo ngosht njëri me tjetrin. Unë si menaxhere projekteve u punësova në atë kohë, Darsej si inxhinier softverik, inxhinier i rjetave, kështu që prej atëherë fillum rrugtimin. Nuk është e lehta se vështirë, por nuk di ndryshe, duhet shumë durim, duhet shumë respekt, duhet shumë bashkëpunim. Unë mendoj që duhet t'jesh ndryshe për njëri tjetrit. Nuk jemi tipat njëjtë, dallojmë komplet, 100% jemi të ndryshëm, po takohemi diku në mes. Po më kujtohet një histori shumë interesant që se kom tregu asnjëherë ose zakonisht kur i kemi ato momente tona ja sjellim kujtesë njëri tjetrit se ku kemi qenë dhe ku kemi arritë dhe është diçka e mirë që mos me haru asnjëherë ku ke qenë, se ndonjëherë pjesa e suksesit merr me vete edhe mendon që gjithmonë është kështu mirë edhe bukur edhe me drita. Në fillimin ton, si 18 vjeçar, Darsej 21 vjeçar, nuk është që kemi pas të holla të mjaftueshme ose ende na ka financu familja, edhe me ato të holla që i kemi pas, na kemi dalë edhe jemi taku, edhe kemi shku në për lokale të ndryshme, me 5 euro, me 10 euro në xhep. Edhe më kujtohet një rast kur mbetëm pas një para në xhep. Edhe shkum me një party, kurse arë ishte te teatri Oda, edhe pithoj një tjetrit, a ki parete? Jo, a kite? Jo, asnjë. Edhe ka qenë një shishe ujet aty afër, edhe tu qesh ashtu e kemi pa një tjetrit, ata marrim ta pim, edhe kemi marrë atë shishe edhe kemi pi. Është diçka që si një 18 vjeçar, pak pa i mbush në 18 vjet, e kemi bo edhe nuk e harroj asnjëherë. Se kemi nis prej asaj edhe sot po tham prap duket gjithçka me drita, por nuk ka qenë gjithçka e lehtë. Po nuk duhen parat për të qenë i lumtur kur dashuria është. Paraja është një rehati për botën materiale edhe është sidomos tu kalu vitet edhe tu mësu ma shumë ose tu rrit përgjegjësitë ma shumë, nevojitet ma shumë. Nëse duhen sot mi ofru vajzës tem një shkollim të mirë, cilësor ose siguri shëndetësore, duhet paraja, është pjesa e rehatisë. Po sa bukur një dashuri që nis nga thjeshtësia, nga e vërteta. Nga asgjë, mirë po është dashuri që ka nis me 18 vjet. Nuk e di nëse është e mundur me 32 vjet ose 36 vjet. Gjithçka duhet vendosur në kontekst, pra. Mendoj që duhet të jesh vetë i realizuar për me gjetë mandej dikon të realizuar. Gjithkush e gjen veten tjetrin në frekuencën në cilën është. Ku do të mbrishti Hana? Cila është ëndra më e çmendur që ke? Mendoj që jemi në rrugën e duhur për me arritë ëndrën e madhe ndikimin në sistemin e edukimit. Mendoj që çdo shkollë tradicionale duhet kthehet në shkollë digjitale, kështu që ndikimi jon
ëndra e madhe, se nuk është e lehtë as pak. Revolucioni në sistemi edukimit është një problem gjigant global madhor, kështu që mendojmë që përderisa është një hapësirë edhe globale, mendojmë që ndikimi jonë më i madh do të jetë aty. Edhe në qoftë se kjo ëndër realizohet, atëherë mendoj që çdo fëmijë do të ketë akses në edukim cilësor i cili përket kohës digjitale në cilën po jetojmë. Kur dikush të përcakton si milionere, edhe thon Hana Qerimi është milionere ajo, është e pasur. Çfarë do të thotë për ty? Është peshë, është dëshirë për të bërë dhe më e madhe, është mision për të shërbyer komunitetit pak më tepër? Dhe çfarë do të thotë për ty të jesh e pasur në fund të gjithave? Nuk e di se nuk e përjetoj. Nuk e përjetoj në thelb se nuk di me përjetua suksesin. Kjo është një sinqeritet i plot i jemi që gjithë ky rrugtim që ka shku aq shpejt. Kur themi 10 vite kanë kalu, nëse mendoj, më duket sikur 10 minuta. Edhe asnjë moment nuk kemi ndalë edhe me festu ose me gëzu suksesin cilin e kemi arrit. Unë me mendsi vazhdoj me qenë ajo vajza kur e kom fillu me historinë e darsit, kështu që realisht nuk di me përjetu, edhe kur më vjen si fjalim duket që po flitet për dikon tjetër, jo për mua. A bën ti një balans me stilin tënd jetesës, sepse njerëzit workaholic harrojnë shëndetin edhe pastaj arrin në një moment që quhet burnout moment edhe janë të shkatruar nga lodhja, edhe aty pastaj ka një dërgjësim sepse diçka në organizmin e tyre nuk funksionon më. Ke ti frikë? Se unë për shkakun kam shumë frikë nga kjo balancë korruptuar për shkak të dëshirës madhe për të punuar dhe janë në një moment jetës time që kam dalur pak tani dhe them prit, pak më shumë kohë për veten time, për mirëqenien time, për shëndetin tim, për e kom të i kalu si fazë. Ka pas faza të burnout, ka pas faza të mëdha të ankthit, të atakeve të panikut. Se ndodhin këto? Krejt ka ndodhur si pjesë e stresit të teprum, të mos kontrollit një jetesës shëndetshme, komplet të dalur jashtë duarve, të pagjumësisë gjumit pa rregullt në përgjithësi, edhe të punës të vazhdueshme edhe të një ngarkese psiqike tepër të madhe. Kështu që i kom të i kalu, po mendoj që kom dalë më e fortë se që kom qenë, kështu që nuk më frigon ajo pjesë. Tash puna, familja është bërë gjithçka jetë dhe nuk mendoj që balancohet ose menaxhohet, është gjithçka all in one, është sikur ai palaço me topa të cilat i balancon herë 3, herë 5, herë 7, varësisht prej energjisë dhe eksperiencës. Për me balancu pjesën e stresit e të punës e të ngarkesës të madhe, patjetër që i kam hapësirën të cilën e shfrytëzoj maksimalisht për ta trajtu vetën në mënyrën më të mirë. E kam një shoqni të mrekullueshme, shpenzoj shumë kohë edhe me shoqet, gjej kohën me dalë dhe me to. Kemi një vilë në jug të Shqipërisë që kalojmë 3 muaj verës, edhe ja japim vetes luksin me punu, edhe sidomos pasi e kemi punën në mënyrë digjitale, punojmë edhe nga shtëpia, kështu që palestër, po patjetër, vazhdimisht jam pjesë iniciativa të ndryshme, ose fitness, ose pilates, ose një kohë kam bërë edhe kickbox, më duhet patjetër me harxhu energjinë. Ushton? Udhëtoj shumë, po, udhëtoj. Një moment që e kemi, ose zakonisht ne themi e vjedhim kohën, se koha asnjëherë nuk bëhet, kështu që ne e vjedhim kohën edhe ikim, edhe unë ato i quaj detox. Librat që donte Hana t'i ndante me shikuesit e Inspire, ke 2 libra që kanë ndryshuar të kuptimin tënd, që të kanë motivuar, ose libra biznesi që janë për mendimin tënd një dyshe që duhet ta ketë çdo sipërmarrës i ri në bibliotekën e tij? Librat e biznesit për arsye se kom lexuar shumë gjatë studimeve. Një kohë kom qenë edhe ligjëruese e menaxhimit projekteve në Universitetin Amerikan dhe kom lexuar në mënyrë të vazhdueshme me rifresku njohuritë e mia, më kanë mjaftuar në një farë mënyre. Unë i du shumë libra, blej shumë libra dhe jam shopaholic i librave. Në momentin që jam shumë e stresuar me shkoj në librari dhe blej më tepër se që kom kapacitet dhe me lexu. 2 libra që kisha pas qef me i përmend, si motivues. Ka qenë libri i një memoari Hillary Clinton, e cila e shpjegon shumë mirë jetën e vet dhe gjithë rrugtimin e saj suksesit. Edhe diçka që më ka bërë përshtypje është që e shpjegon shumë mirë një prej sfidave të saj të para në rininë e saj të hershme, kur ajo shkon me një shkollë larg shtëpisë edhe ballafaqohet me daljen jashtë komfort zonës saj dhe e thret familjen e saj në telefon dhe bisedon me nanën e saj. Edhe i thot du dorëzohem. Edhe po du me u kthy te shtëpia, thot po përgjigjen që e kom marrë prej nanës ka qenë nëse kthehesh nuk i më ndërmarr asnjëherë diçka jashtë komfort zonës tënde. Edhe më ka bërë shumë përshtypje se frika më e madhe imja është dorëzimi e jo dështimi. Nëse dorëzohem e shoh se
diçka dështimin matematimin. Ndoshta është presion pak më i madh se që duhet ndaj vetës, po ashtu e kam edhe përjetoj. Një libër tjetër që kalon shenjë jetën tem, edhe që kisha dashur me përmend edhe me motivu edhe dikon tjetër, është libri The Iron Lady ose Gruaja e hekurt, e cila është e shkruar për kryeministrën e parë femër të Mbretërisë së Bashkuar, e cila i ka thyer gjitha barierat edhe sfidat të paimagjinueshme të asaj kohe. Është një motivim tepër i madh për ata që pritojnë ndoshta me lexu librin, e kanë filmin në mënyrë fantastike të luajtur prej Meryl Streep, The Iron Lady. Është një pjesë shumë emocionale aty që mu më ka ngel në mendje, është pjesa edhe e kur Margaret Thatcher plaket, edhe bëhet një person shumë vulnerable, shumë vulnerable, edhe përjeton demencën, humbjen e memorjes, edhe ballafaqohet shumë mirë dhe me atë pjesë. Përjeton paranoja, halucinacione, edhe sheh burrin e saj të vdekun, edhe si pjesë e halucinacioneve të saj arrin me përballu edhe me përjetu si jetë vazhdueshme deri në vdekje. Kështu që është një forcë, një gruaje të hekurt që ka thyer çdo barierë prej fillimit deri në vdekje. Unë prandaj kam quajtur Inspire këtë podcast. Këto janë biseda me njerëz të cilët vërtet frymëzojnë, dhe ti për mua je një vajzë shumë frymëzuese që jam shumë e lumtur që të takova dhe të njoha. Të uroj shumë sukses, do vi të takoj në Prishtinë dhe jam e bindur që edhe ti do të rikthehesh përsëri këtu, të na flasësh për seritë e tjera të sukseseve të jetës tënde. Faleminderit shumë, falenderoj shumë. Realisht ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, kom pas qef shumë gjatë me të taku, se të ndjeki qysh se e një vetën, s'jemi shumë largë në moshë njëna prej tjetër, kështu që prej se shoh televizion të shoh edhe ty, të përgëzoj shumë për ambicion, vullnetin, energjinë që e ki, edhe u kënaqa shumë. Hana shkëlqesh si hën gjithkohës, edhe të shohim vetëm anët që ndriçojnë në publik. Ato të errtat le t'i shëroj Darsi, edhe ti përpara pasqyrës tënde të mirë. Një ligj universal hipotetik që do doja ta shkruaje për ta bërë botën një vend më të mirë. Ja bëj këtë pyetje të gjithë të ftuarve. Do ta kishe për të më thënë? Po muj me tinglusja jo mes universi, po realisht diçka që kam dhem shumë shpirti kur e shoh është fëmijët në rrugë të kërkojnë lëmosh ose prej bebe janë në rrugë. Ajo është fati i keq e cila mundet me i qëllu dikujt. Kështu që nëse kish me qenë një ligj universal e kisha ndalu atë ndodhi me ekzistu. Edhe aksesin e edukim cilësor dhe në shëndetësi për secilin fëmijë të botës. Faleminderit Hana. Faleminderit shumë Alketa. Apo dhe Messi dhe Shpina? O patjetër. Tash duhet më drejtu. Se kam shumë komode këtë karrigen. Tani do bëj një podcast tjetër që do ta bëj pak me një kështu kolltuk që njerëzit ulen dhe të jenë rehat. Tash shpresoj që pas ka qenë kjo pozicioni duhet. Po në fund. Ti ke shkëlqyer si hëna Hana, kjo garanci. Faleminderit. Të dua.